Teksa gjithmonë më shumë në vend del në pa nevoja për punonjës të huaj, një pikpyetje që ngrihet është edhe qëndrueshmëria e tyre. A vinë në Shqipëri për të punuar dhe ndërtuar të ardhmen, apo e shohin si një rrugë kalimi drejt vendeve europiane? Eksperti Kludian Shaqiri thotë se pjesa më e madhe e tyre vinë për të qëndruar, por ka disa kombësi që e përdorin si trampolin drejt shteteve të tjera. Kërkojnë të gjejnë vendin që do i përmbushin nevojat për familjet e tyre, kjo është kërkesa bazike. Pjesa tjetër ka dhe një numër konsiderueshëm, ka disa të shoqëruar me kombësi që e shikojnë vetëm si një rrugë për të kaluar në një vend më të mirë ose që jep më shumë mundësi si vendet e tjera të Europës, nga Bangladeshi, nga Nepali, Sudani, Pakistani, që janë të fokusuar më tepër të marrin këtë lloj rruge. E dim, është prezente, janë vëshend. Më stabël janë punëtorët ose punëmarrësit që vinë nga zona për shembull si Filipine. Janë më karakterialisht, më të predispozuar për mosmarrjen e aventurave të tjera, por jo se janë të përjashtuar në sensin që në një mundësi tjetër, në një kohë tjetër, të kenë edhe ata, do të thonë, një riemigrim. Por aktualisht stafi nga Filipinet është ai më stabël. Eksperti shpjegon se sjellja e një punonjësi të huaj ka kostot për të dyja palët, pra edhe për ata që kërkojnë punë, por edhe për bizneset. Në këtë marrëdhënie janë të dyja palët në një farë lloj mënyre që paguajnë. Punëmarrësit paguajnë për t'u dhënë mundësia, paguajnë në vendin e tyre një pjesë, dhe ndërkohë punëdhënësit paguajnë agjensitë në një kosto të caktuar. Shifrat variojnë, do të thonë tek pjesa e profesioneve. Por për herë nuk është se shkojnë një rrogë diçka, dy rroga, ka disa kompani që janë serioze dhe janë imponuar tregut më mirë dhe sjellin një cilësi